Njësitë e qeverisjes vendore dhe asaj qendrore po vuajnë nga paaftësia kronike për të realizuar programin e investimeve publike sipas planit. Të dhënat zyrtare nga Ministria e Financave tregojnë se njësitë e pushtetit vendor dogjën vitin e kaluar më shumë se gjysmën e programit të investimeve publike. Të dhënat finale mbi buxhetin 2024 tregojnë se pushteti vendor realizoi vetëm 43% të programit të investimeve. Nga 46.3 miliard lek të planifikuara u investuan vetëm 19.9 miliard lek, ose më pak se gjysma e programit. Paaftësia e bashkive për të alokuar investimet vjen në një kohë kur ata janë para nevojave të mëdha për të investuar, sidomos në infrastrukturën e rrugëve lokale e vendore. Të dhëna më të detajuara tregojnë se fondin më të madh të investimeve e ka patur Bashkia e Tiranës. Në bashkitë me qendër prefekture si shihet se Vlora kishte realizimin më të dobët me vetëm 17% të programit. Më 2024 u investuan vetëm 251 milion lek nga 1.4 miliard lek që ishte programi vjetor. Bashkia e Vlorës ka zhvilluar turizmin detar me vijën bregdetare më të bukur në vend, teksa nevojat për investime sidomos në menaxhimin e mbetjeve dhe furnizimin me ujë ende janë të mëdha. Me reformën territoriale bashkitë ofrojnë një seri shërbimesh që nga arsimi, zjarr fikse, rrugët lokale dhe një seri shërbimesh të tjera sociale. Por në realitet bashkitë vuajnë mungesën e burimeve njerëzore të afta e përrjedhojnë nuk kanë mundur të hartojnë projekte bindëse për të çelur fondet. Në një kohë që popullsia e vendit po plaket me shpejtësi dhe mira pleq jetojnë vetëm dhe në pamundësi ekonomike dhe fizike, teksa shumica e bashkive nuk ofrojnë kujdes për të moshuarit. Shumica e bashkive dhe ato që përfaqësojnë qendrat e qarqeve nuk kanë shtëpi për të moshuarit. Raportet e monitorimit kanë treguar se zonat rurale të vendit vuajnë mungesën e plotë të shërbimeve të trajtimit të mbetjeve dhe shërbimeve të tjera lokale.